Të paktën 80 njerëz kanë humbur jetën në Irak nga shpërthimet e dhunshme në 3 qytete të mëdha gjatë ditës së premte. Nga sulmi dyfisht në qytetin Bakuba, rreth 50 kilometra në veriperëndim të Bagdadit, humbën jetën të paktën 43 persona. Sipas burimeve të policisë, bomba e parë shpërtheu gjatë daljes së besimtarëve nga një xhami suni, ndërsa më vonë një bombë e dytë shpërtheu në të njëjtin vend, ku kishte si shënjestër njerëzit të cilët ishin mbledhur për të ofruar ndihmën e parë për viktimat e shpërthimit të mëparshëm. Më njëherë pas kësaj, në Mantaj, në jug të kryeqytetit, një bombë shpërtheu në mes të turmës në funeralin e një syni, duke vrarë 8 persona dhe duke plagosur të paktën 25 të tjerë, ndërsa gjatë natës 22 persona të tjerë janë vrarë në zonat afër Bagdadit. 4 persona u vranë gjithashtu në Falluja, kur një bombë shpërtheu jashtë një kafeneje. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për ndonjë prej sulmeve të fundit. Sulmet me bomba ndaj xhamive shia dhe sunite kundër forcave të sigurisë dhe udhëheqësve të fisëve në Irak janë rritur në 10 muajin e fundit. Tensionet gjatë së premtes janë shtuar në nivelin më të lartë që prej largimit të trupave të fundit amerikane në fund të 2011. Vala e dhunës shpërtheu pasi më 23 prill, forcat e sigurisë bastisën një mbledhje të protestuesve mysliman sunit në afërsi të Kirkukut, ku bën thirrje për tërheqjen e kryeministrit shiit Nouri al-Maliki, gjë kjo që ka zemëruar sunitët dhe ka shtyr kryengritësit për sulme të tjera. Situata në Irak vjen të tensionohet më shumë edhe për shkak të luftës civile në shtetin fqinj në Siri, që ka përkeqësuar tashmë marrëdhëniet mes myslimanëve suni dhe shiit.